çdo fund viti dhe këtë vit ne kemi ardhur për të diskutuar bashkërisht për prioritetet që ne duhet të vendosim në buxhetin e bashkisë për vitin 2026 për qendrën administrative Pjeshegan A. Por paraprakisht doja të thoja që aktualisht jemi në procedurat riklidhjes kontratës që të mbyllim një rrugën e malit, që atë që kemi bërë në Çaku do të vazhdojmë asfaltimin. Kemi 2 rrugë në Kosovë, kemi edhe 2 rrugë në Çiflik. Ndërkohë që presim pastaj propozimet tjera për ato quhen që janë kontrata që ne po i lidhim tani në për shkak se ishte procesi zgjedhor dhe ne na vonoi pak kjo procedura e prokurimeve, sepse deri në fund të qershorit nuk na lejohen. Dhe tani kemi filluar që të jemi në procedura për gjithë ato investime që ne kemi diskutuar gjatë vitit për vitin 2025. Kështu që jemi këtu për të dëgjuar edhe për problematika të tjera, të cilat ne duhet i parashikojmë edhe për vitin 2026.